Falëndrimi, hamdi takon Allahut, që po na jep jetën këtë muaj të Ramazanit me madhruar Allahun dhe me shiju mirësitë e Ramazanit. Allahun e falemndrojmë që na ka mundësu këtë shije të veçantë me shiju me zemër, me imanin ton që e kemi në zemrën ton, me shpresë duke lutur Allahun që Allahu t'i pranon gjitha adhurimet tona. Edhe salata dhe selame i dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarët pranishëm, elusë Allahun na kaplon me rahmetin e tij, elusë Allahun na fal neve gjunahet dhe të na bën nasib xhennetin ya rabbel alamin. Amin. Jemi në muaj të Ramazanit, muaj të shijeve, të adhurimeve, të ibadeteve, duke i shiju momentet më të mira prej 12 muajve të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet ka thënë, që transmeton Ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu annahu sami'a rasuluhu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dhaqa ta'mul iman man radiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin alaihi salam nabiyan wa rasula. E ka shiu imanin ai që e beson Allahun dhe pranon Allahun si të vetëm dhe madhron Zotin, dhe ky iman ndaj madhnisë Allahut është në zemrën e njeriut. Wa bi Muhammedin alayhi salam nabiyan wa rasula. Edhe kemi pranu pejgamberin alayhi salam na krejt këto në zemrën ton, Allahun e pastaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe treta, wa bil islami dina, dhe islamin në zemër si sistem i jetës shpëtimit në dynja dhe në ahiret. Këtë hadith nuk ka dikush pi juve që nuk e din. Veç po dojna me vetë vetën ku jemi na me këtë hadith. A ka mundësi me shiu imanin dikush i cili beson jashtë Allahut, jashtë Muhamedit, edhe që pranon fe tjetër, ideologji tjetër jashtë Islamit. Në të të neve dhe kitë muslimanve në dynjat, na mjafton veç Allahu, pejgamberi dhe Islami, dhe ti e xhenetli, ti e ke shiu kënaqësinë më të mirë, kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhaqa ta'mul iman man radiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin alayhi salam nabiyan wa rasula. Këtë iman e ka shiu Ibrahimi alayhi salam. Baba i tij ka ndërtu puta. Nemrudi, mbretja asaj kohe, e dini historien, e ka kallë një zjarëm të madh për me fut çka në zjarëm. Më i ka mjaftu Allahu këtij. Edhe ka ardhur Xhibrili mi dal në ndihmë, e ka shiu kënaqësinë e imanit, dhe ai nuk e ka shiu djegjen e zjarmit. Për çka? Pse shija e imanit e shuan edhe zjarin të ahiretit, xhehenemit, edhe të dynjas e ka shujt. Shija e fortë e imanit, bindja në Allah, Allahu i thot zjarmit, ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Zemrat e tona e njerëzve shumë, pse dridhen sot dhe sikletave, kur na e kina Allahin, na e kina pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e na e kina Islamin, se Islamin, Allahin dhe pejgamberin ma shumë ngojnë muhabet e kina se sa në zemër dhe në vepra. E nëse në Ramazan nuk e ngritin këtë ndjenjë me shiu kënaqësinë e imanit në Allah, e në pejgamber dhe në Islam, atëherë nuk kena mundësi. Jashtë Ramazanit është shumë vështirë, edhe prandaj po flas, do të foli sot sekretet e adhurimeve, që e forcojnë zemrën tonë dhe temën. Sekretet e adhurimeve, çysh me dash në Allahun më shumë, çysh me dash pejgamberin më shumë, çysh me respektu Islamin si fenë më shumë. Në këtë jena qëtu musliman, dhe këtë, mi thonë dykujnë ati si e fetar, syt janë zermi. Amo, çka bëjmë na, realisht, shiqimin ton në xhami kur e kena, ti dhe unë nuk jena njësoj në namaz.
Ti dhe unë në Ramazan, ti shah në Ramazan, unë nuk shaj, ose unë shaj, ti nuk shan. Nuk jena njësaj. Ti njëti në adhurim e kena. Po, amo dedikimin e adhurimit Allahit nuk ja kena dhonë tamam që shduhet. E prandaj, Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala ka thonë, fa innal mukhlisu lillah dhaqa min halawatun ubudiyya. Allahu atë që e don ja mundson të sinqertit. Edhe Allahin, edhe pejgamberin, edhe Islamin si fe ja mundson me shiu kënaqësinë e kujna e ibadeteve dhe adhurimeve në përgjithësi. Prandaj këto dy janë më të mira të Zotit, që ne duhet mu mundu vazhdimisht për shkak se Allah i ka prangos shejtant, i ka qel dyrët e xhenetit, i ka mshel dyrët e xhenemit, mi shiu për me arrit kënaqësinë, energjien e imanit në zemrën tonë dhe me shiu kënaqësinë më shumë të imanit. Edhe të Allahut. Rrugtimi jon ka Allahu, ka xheneti, atëre sa më shumë depoja, magazini i insanit është zemra e imanit, takwa huna, devotshmëria është këtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj muslimani duhet të gëzohet sa më shumë edhe me falendru Allahun azza wa jall për këto ditë që Allah na ka bërë disa obligime që nuk i kemi tjera ditë, tjera muaj, veç në Ramazan, edhe me shfrytzu këtë mirësi një restart të virusave që na zemra jon me qel zemrën ton edhe me abot teslim Allahut subhanahu wa taala. Adhurimet janë pjesa më e mirë e jetës njerëzit. Do të thotë njeriu kur on sejdë është më i dashur tek Allahu. Njeriu kur bën tobe është më i dashur tek Allahu, më i dashur. Edhe Allahu është me ata, edhe atë çka bën tobe, edhe atë çka bën mirë. Këtë ajete ka për këto mesele që i përmendëm. E prandaj kuptimi me shija është se Allahu të ka dhënë ty mundësi me ardh në xhami e me agjëru e vetëm një sen, ngrite mos e përzi këtë adhurim tanin me shijen e dynjas. Oti ushqim mës me hangër, kur të hangësh ushqim. Me ba mës me një shijen shkon të doktori merë ilaçe, pse? Se po mdo këtë bajat ushqimi. O vlla, qysh do këtë i bajat i badeti? Ti e smut, në zemrën e kitë smut, shnosh e zemrën. E nëse në Ramazan nuk e shnosh zemrën, kur ki me shnosh? Prandaj preventiva e parë që muslimani duhet kretë zemrë, mi marë sebepet para prake, për me shëru zemrën prej shumë haramave dhe disa çka i kanë përmend disa nga dietarë. Unë do i përmendim 3 elemente të parat që i ka përmend një prej ulemave të mëdhej. Hoç po duane me shiu kënaqësinë e imanit qysh. Shumë njerëz thonë jena të bën shumë ibadet, por nuk kënaqen qysh kënaqen të tjerët në adhurim. Ti falesh, edhe ai falet. Ky kënaqet, ai nuk kënaqet. Unë agjeroj, unë lexoj Kur'an, unë kënaqna, ai nuk kënaqet. Ulemaja kanë thonë mungon ibadatu sir, ibadeti, në gjeni me vëmendje, ibadeti sekretit. Çka do të thonë ibadet sekreti? Namazin, Ramazanin, zeqatin, Kur'anin, krejt, mos i bën për njerëz. Mos e përly njetin temiz veç për Allah. Çat moment që ti e ke përzi, unë kam qef ju më mungu, unë jam të dhënë për Allah, po kam qef edhe ju me thonë mashallah. Më marrit menën. Ose e lexon hafizi Kur'an, ai lexon Kur'an, po ka qef edhe juve më javë qefin. Jo, unë jam të dhënë për Allah. Në qatë moment që ti ja ban qefin njerëzve, e ban adhurimin me dy njeta, e ke përzi, e ke hub dozën e adhurimit tanë, ibadetit tanë. Prandaj, mu largu adhurimin tanë nga shiqimi i njerëzve, ndëgjoni me vëmendje, është kulmi i ibadeteve. Qysh? Ibn Taymija ka thonë ibadeti më i rëndësishëm është ibadatu sir, ibadeti natën, kur nuk sheh kurkush. Po jo hoxh, janë do ibadetin pik ditës. I zemrën bën hazër sikur mos më pa kërkush. Ti je tu fal, sikur vetë mu fal. Mos i zgat recatat se e ki dikam përpara. Subhanallah. Kur hoxha subhanallah, astaghfirullah. Ama kur so hoxha shan, ofendon. Kujna ti thonë ti, Allah i të stakfirullah, a hoxhës i ti thonë, a haqijës i ti thonë. Kemi shumë raste, na Allah i në përmena, kur është haqija dhe hoxha, e përmen me Allah i. Kjo është rria, kjo nuk është ibadet. Zemra e di mësë miri. Prandaj, largoje adhurimin tanë nga sytë e njerëzve, që kjo është mesazhi.
Kofse don me shiu adhurimin ndaj madhnisë së Allahut, largoju sa më shumë prej adhurimeve që të shohin njerëzit të e bën. E arrin kënaqësinë e imanit kur njeriu e ruan synin prej haramit. Tu ardh në xhami, ruje synin. Pse? Se syni është shpion e cila e infekton zemrën. Sikur luktin që po infektoj ka dhe zemra infektohet prej haramit, e syni e infekton zemrën dhe nuk ja ban të dashur shumë ibadetin dhe adhurimin. Ndëgjoni çka thot Allahu në Kur'an lidhje me këtë. Thot Zoti në Kur'an: "Ya'lamu kha'inatul 'ayni wa ma tukhfi as-sudur." Dy njerëz shiqojnë të njëjtin sen. Allah thot: "Unë e shoh, e di synin tradhtar. Wa ma tukhfi as-sudur", dhe shkam shefët në zemrën e tyre. Një sen shef edhe ti edhe tjetri, po njëri e ka njëtin për halal, tjetri e ka për haram. E Allah i thot: "Unë e di synin tradhtar dhe e di se shkaj shushurit atina në zemrën e tij." Prandaj adhurimin tan ruje të ruaj shiqimin tan. Plot ajete në Kur'an. "Wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim." Dhe thuaj besimtarëve le ta mbrojnë shiqimin. Mbrojtja e shiqimit ta shton khushuin, frigën, dashurinë, dëmshmërinë ndaj madhnisë së Allahut dhe ndaj adhurimeve. Ikhraju zakat, hoxh e treta, a do me shtu imanin ti, shijen e imanit ti, po. Zakatin kur ta dhonsh, mos kallzo sa ke dhon. Pse? Pse Allahu të ka dhënë shumë, prej asaj shumë ja të dhon ti shumë pak. Prej asaj pak ja jep njënit e tjetrit, mos ja numrato. Mos ja numrato, mos thuaj që unë kom dhënë 200 euro zakat. Unë i dhash për xhami që kaç, unë dhash për që kaç. Ruje, e përmendmja jote është djegje se vapeve. Ka disa, qetër është për ibret, për ërnek mi kallzu, qetër është për mu lavdru me thonë, unë i kom lexu 2 hatme në Kur'an. Elhamdulillah që e ke lexu, ma e të vetja. Qetër është për me stimulu tjetrin, apo jo mi u lavdru tjetrin, se ndoshta i 10 ka kënu. Na në Shkup kina njerëzit që e lexojnë 20 hatme në Ramazan. E prandaj garimin punë të mira është garim edhe me lexim, edhe me zeqat, edhe me namaz, edhe me krejt, po është edhe një, është me rujt sekret adhurimin tanë tek madhnia Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thonë Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala, begatia e veçantë që e jep Zoti njeriu është kur Allahu ta ban hise nasib zemrën tonë në ibadet. Kur jo me trup namaz, po me zemër namaz. Kur të dhash, jo më të dhim dora, më të kënaq zemra. Kur të falsh, jo më të dhim zemra, më të kënaq zemra. Kur të pash keq, më të dhim zemra, dhe këto janë shenja të zemrës së shënosh, e cila e don Allahun, e don pejgamberin dhe ka pranuar Islamin si fe e vetme e pranuar te Allahu azza wa jall. Dhe momenti në jetë është më i shtrenjtë, në momenti më i shtrenjtë që njeriu ka më shpërblyta Allahi, është momenti i minutave ku zemrën ja dedikon, ja nënshtron madhnisë Allahut, dhe në atë zemër ka dashuri ndaj Allahut, pejgamberit dhe Islamit. Pa e përzime kur çdo tjetër. Prandaj kur thosh ti Allahu Akbar, ja të thonë Allahi është i madh. Apo në rregull, Allahu Akbar. E po mirë, Allahu Akbar është i madh. Ti e ke menën te Burxhlia. Cili është më i madh? Allahi apo Burxhlia? Allahu Akbar, ti e ke menën te Hasmi. Allahi a Hasmi. Allahu Akbar, tani der tjetër, tani problem tjetër. Ke hin xhami, Allahu Akbar. Ai çka ti hek derët është Allahu. Ai çka ti hek borxhet është Allahu. Ai çka të largon hasëmllëkin është Allahu. Ai çka të rahaton është Allahu. Rahatoj zemrën tonë me adhurim, o vëllai. Edhe kjo është defekt për i defekteve shumë të rëndësishëm në jetën tonë. Prandaj njeriu te Zoti duhet të afrohet me zemër para se mu afru me trupin e tij. E çysh hoç? Atëra thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna Allaha ma'al muhsinin." Pa e luftu zemrën, nefsin tanë, se zemrën tonë ta mashtron dynjaja, ta mashtron epshi, ta mashtron e kajzmja, ta mashtron pushteti, ta mashtron shoqënia, ta mashtron lakmia. Pa ka më të mirë lakmus mu kanë lakmus në xhenetin e Allahit.
e lakmus në xhenet Allahut, lakmus ndaj madhnisë Allahut, kur zemra jote e lufton egon, nefsin e vet, walladhina jahadu, thot Allah në Kur'an, ata që e luftojnë nefsin e tyre, çka thot Zoti, fina në rrugën tonë, këtë zemër ja dedikon Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah thot na e rregullojnë, e drejtojnë atë zemër në rrugën tonë. Ku ka fitore më të madhe se zemrën tonë në udhë Zotit me pas. Sa zemra nuk janë udhë Zotit sot. Sa zemra e bojnë ibadet shejtanin, e dillin, e lopën, e hanën, e dikush dika tjetër. Allahu ty dhe mu na ka mundsuar me besu Allah. Pse? Allahu të ka dasht më ta udhëzu këtë zemër ka ai. Wa anna Allah ma'al muhsinin. E këtë udhëzim të Allahut, thot Zoti në Kur'an, wa anna Allah ma'al muhsinin, Allah është me bamirësit. Këtë dashuri ne e dëshmojmë me namaz, me Ramazan, me ibadet, me respekt ndaj prindërve dhe ashtu me radhë. Prandaj, xhihadi i zemrës në rrugë të Zotit, xhihadi me luftu zemrën prej besimeve të kota, edhe këtë zemër Allah i pëta udhëzon, edhe për deshka zemrën e mirë, u enë Allah ma'al muhsinin, dhe Allah është me ata që ka bojnë mirë, që e zemër që bënë mirë, e dyta, mini herë, qysh donë ti me shiu knatësinë e imanit, e para me luftu nefsin, e dyta, më largu prej haramit. S'ka mundësi, ke hangër ushqim halal, ama i ke gra dhe pet pak alkohol, edhe pak mish tjetër të haramit, edhe pak tjetër ke hangër, e ke përzi, jo, s'ka mundësi. Zjarmi, në gjani më vëmendje, është ma meritor për trupin që ushqehet me haram. Zjarmi e djeg qatë trup, i cili ushqehet ma shumë haram. Po mirë, çish pudon zemra jote me shku në xhenet kur zemra jote është e pështjellët në haram? Është me shybe. Nuk i ka bërë teslim Allahit. Edhe ushqimi i zemrës është largimi nga veprat e këqija, nga haramet, edhe duke ushqime adhurim që e përmenëm deri tash me ibadetet e shumta që e përmenëm. El bod ani dhunubi wal maasi. Sa njerëz kanë humb shijen e jetës sot? Për çka? Se në zemrën e tij nuk ka shti ushqim kvalitet, dashuri ndaj Allahut, ibadet. Po çka? Ka shybe, edhe ka shti jetën e tij e ka përzi me haram. Sa njerëz janë nënçmu për shkak të gjunaheve. Ministër, kryeministër, njeri madh, pushtetar, pi pasur në ato. Si ti mungon imani? Si ti mungon shija imanit dhe këto vepra që i tham, a njeri Allah i ka me nënçmu. Ka me poshtru. S'ka mundësi krenar pa iman. Allah e poshtron. La izzata illa bil islam, e treta, që e përmenëm fillim të hadithit, nuk ka krenari përveç se me islam. Ti dush më mbur me islam, jo me tjetër gjë. Ama në qofë se i thu Allahut Allahu Akbar, edhe thu unë jam i pasër dhe ti shumë mburosh me pasuri, e me pushtet, e me forcë, ti zemrën nuk ja dediku Allahit. Ti e ke përzi ata mi thonë Allahut, raditu billahi rabba, jam i knash me Allahin. Jo, si e ti i knash me Allahin. Mu kanë i knash me Allahin, nuk i qëtë qalum fukaras, nuk i qëtë qalum njeriu të lisht, të smut. Ti nuk je me ndjemat, po ti je modest dhe solidarizohesh dhe i ndihmon njerëzve të tjerë. Mëkatet janë ta prishkan shijen e ibadetit, e zemrës, dhe jo ndërprerës mes ty dhe Allahit. S'ka mundësi ham gjunaqar, ham se vaprit një të në kohë. Njeriu tashina, që kanë të po? Se vapë kënë ardhë me po. Për shka? Për me pastru zemrën. E nëse ti thash e mbush zemrën me haram, e me zullum, e me punë të këqija, atëre ndërprerët rruga jote, ti i ke thonë me gojë Allahut, raditu billahi rabba, i ke thonë pejgamberit me Muhammedin a.s. Po ti nuk e të ndjek as rrugën e Allahit, as rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A'adhamu min qaswatil qulub, ka thon fawailu lil qasiyatil qulub, dhe vaj halli për zemrat e ngurta. Më ndëgjoni me vëmendje, Allahu po thot vaj halli për zemrat e ngurta, si guri. Bel ashaddu qaswa, thot Allah në ajetin tjetër, bile edhe më të forta se guri. I thon cilët janë ata? Çato zemra që ushqehen me haram, çato zemra që shohin haram, çato zemra që nuk e ndalin nefsin prej haramit, çato zemra që bëjnë haram, ato janë të ngurta. Dhe ai nuk ka ndjenjë, nuk është e butë ajo. Prandaj Allah i zemrën e ka kriju pa koc, të butë, funksionon me dëshirën absolute të Allahut. Le të funksionon për Allahun, jo për shejtanin, jo për insanin, jo për çallimin, jo për zullumin.
Shiqimin e parë Allah e shiqon zemrën, jo formën tënde. Atëherë t'ja përgatitmi zemrën Allahut duke e madhruar Allahut subhanahu wa taala. Elementi tjetër me radhë si të arrihet shija e adhurimeve dhe ibadeteve në përgjithësi që një numër i madh e kanë humbë. Ka thonë njëri prej Qala Ahmed ibn Harb, e kam madhruar, ndëgjoni edhe këtë me vëmendje, prej sebepeve që të pengon ty dhe mu. Ka thot, e kam adhuruar 50 vjetë Allahin, thot s'u bona rahat. S'mujsha me gjetë rahat lëkin e dashurijës në që këtë hadith që e përmenë në fillim. 50 vjetë me ranë. Thot, deri thot, sa që jem distancu prej 3 elementeve shumë të rëndësishëm, jem largu prej 3 punëve. E para, thot, jam largu nga njerëzit mi javë bon qefin. Sot, shumë njerëz për hatër insanit e le hatrin e Allahit. Nuk del në xhami, për shkak se i ka ardhur dhëndri të shtëpia. Shumë njerëz për shembull nuk e bën një ibadet për shkak të njerëzve. E për hatër të njerit, a lihet hatri i Allahut? Ja, nuk lihet. Pe përmeni me detaj, a kena ninaj prej babalarve tonë, hoxhallarve, haxhilerve, gjyshallarve tonë, me respektu dikan krijesën më shumë se krijuesin, e kam qëllim, ka ardhur miki, bërëm xhami me dal. Se kalon namazin, se kalon ibadetin, se kalon dhikrin, se kalon për shkak e respekton musafirin, se musafiri ka tretman të veçantë, po kuron pyetja Allahu, ustaz muhabeti, s'ka më punë atë. Prandaj, respekti ndaj Allahut është para se më kanë respektin ndaj njerëzve. Sot, njerëzit më shumë respektojnë njerëzit për interesat e tyre ditore, se kjo njeri madh, oti, s'ka më i poshtër saj, s'është i madh ai. Bilet e hunxh në krye të vendit. E po mirë. S'po do mund dal këtu, jemi të vetëdijshëm që në të fol. Çfarë zemrave ki ti që e respekton dikan më shumë se Allahin? Ai ki çnoshat smut, ti je smut. Ti nuk je të shiu kënaqësinë e iman, ti se ke vënë në vag dashurinë e Allahut, se çka kjo ibadet ka më të ngrit shumë shkallë xhenetit me respektin atij që ndoshta edhe nuk meriton respekt. Prandaj njerëzve duhet m'ia u thonë të vërtetën edhe në kohë sa është e Kush do më kanë? Thuja, Allahu ka më ta liru zemrën tonë dhe ka më ta bën më të dashur te Zoti. Ti çka e thu të vërtetën, Allahu ka më ta bën zemrën tonë më të dashur te Allahu. Kjo kënaqësi nuk përshkruhet, kjo veç përjetohet. E dyta, do të jam largu nga shoqënia e keqe, derisa shoqënia kanë ardhur njerëz të mirë, e kanë ndruar shoqëninë. Na i ndrojnë atesha, të bëhet pala e ndron. Ose e lan teshën. Ama kur kush nuk rri me tesha palasat. Ja i blen treja, ja i lan. Ndroje shoqëninë o vëlla. Ndroje se çon dalalet, çon xhehenem. Ai të ka vënu plaf në zemrën tënde, ai të thirr në kafe në kohë Ramazanit. Ai të thirr në karta mbi xhaz, ku ta diun në lojna, kote muhabete për më deviju ty. Atër njeriu është në fenë e shoqërisë. Imani jot dhe jemi në varë prej shoqërisë që çfarë ki. E ki të mirë shoqërinë, imanin e mirë. E ki shoqërinë e keqe, kimi deviju. Sa njeri ka deviju për shkak shoqërisë keqe. Dhe sa njeri mirë është udhëzu për shkak shoqërisë mirë. Edhe ky thotë e kam shiu imanin mas 50 vjetëve kur e kam ndru setin garniturën e njerëzve. 50 vjet njëtat muhabete, një dost. Dosti ma at lillah, edhe është prej 7 kategorive ka me hi njeriu në xhenet ai çka e don dikan për Allah. 7 grupe në hijen e Allahit. Një prej atyre është ka me hi ai i cili e don dikan për Allah, ama edhe kundërta. Edhe ai çka e urren dikan për Allah. Unë deri sot kam dash, prej sot nuk du për Allah, jo për interes. Se deri dje s'ke pira, ki sot jetu pi. Deri dje s'ke lujtra, ka marë sot lun. Deri dje kom dash sot nuk du. Njeri rëtlon. Atë rëtloj e shoqënien. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam a ka dash të Abu Sufjanin? Se ka dash. A e deshti në fund po, pse? Se e pranoj Islamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin alayhi salam nabiyyan wa rasula. Jo në nështru. A i dashti sahabët tjerë në kohën e xahiliyetit jo, derisa e pranon Islamin. Prandaj, dashuria ndaj shoqënisë, nëse don të arrush imanin tanti dhe shijen e imanit, ndryshoj shoqëninë se ta prish qullin. Qet më shumë ai kryp. E ushqimi me shumë kryp nuk hat. Dikush qet shumë kryp duhet tamam. Atëherë Islami është fe tamam.
s'kemi na nevojë. Islami na ka tregu kriteret e shoqërisë, s'kan dush me dash, sa dush me dash, ç'ish dush me dash. E treta, ky thot, mas 50 vjetëve shijova kënaqësinë e imanit. Kur ja u thash njerëzve të drejtën, kur u largova pi shoqënisë keqe, e mora shoqëninë e mirë, dhe e treta, kur e la shumë kënaqësinë e luksozit dynjas. Edhe çka? E mendojsha meselet e ahiretit. Kënaqësinë e ahiretit. Dynjaja luksozi janë çel dyrë të fitness. Para 20 vjetëve kerri më i mirë u kanë zastavat. Sot ka Mercedesa, ka aeroplana, ka. Edhe sa më shumë qelen dyrt e dynjas, të luksozit, më shelen dyrt e zemrës. Ama muslimani vëzhgus që shef larg shumë, ai çka bën? Ai qel sytë e zemrës dhe i shet mirat ahiretit. Në dynjat e kikerin më të mirë blokon. Burakin ahiret blokon. Në dynjat gryën më të mirë të bëhet monoton, hyriat nuk të bëhen monoton. Ushqimin më të mirë lodhësh në iftar, ha gjys kile, 1 kile, lodhësh, në ahiret lodhësh të hongër. Prandaj kujtoj mirësitë e ahiretit, Allah i ta bën të bullukshëm dynjan dhe kënaqesh me atë çka ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Thot Ebi Hurajra radiallahu anhu transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: "Ja ibni Adem, o bita Ademit, tafarraga", se ka thonë Allahu, "tafarraga an ibadati", kujdesu thot për ibadetin tëm. Për namazin, zeqatin, agjerimin, këtë adhurimet. Çka thot? Emla usadruke ghania, thot do ta pasunoj zemrën tënde, do ta mushi. Me çka? Me dashuri, me krejt. Ta ban rahat zemrën tënde. Edhe ta largoj varfrinë. Ai ke pas sot milioner është krizë kam. Ka rrok pandemia, na ka rrok kriza. Pse vjeti ka fitu 1 milion, si vjet 800.000 krizë ka ai. Ama dikush s'ka buk në ai smutën shpirt, ai fukaran shpirt. Allahu ja ka bën zemrën fukara, ai ka shumë, po zemrën e ka fukara. E thot pejgamberi që ka thonë Allahu azza wa jall, nëse njeriu veçohet, e ban ibadetin tafarrag, është mu veçu, jo në kallaballok, tafarrag an ibada, me madhrimin, duke madhruar Allahun, Allah i ta largon fukarallokin, ta jep zengillëkin. E nëse jo, çka bëhet? Atër do t'i mushi durt me punë, ama fukarallokin nga zemra kur nuk ta heqi. Kime vdek i etur dhe kime vdek i uritur në fund, Allah. Prandaj, i na të fol për shijen e ibadetit. Shija e ibadetit e treta, në këtë rast, kujtoje ahiretin dhe mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Elementi tjetër për me shiu kënaqësinë e adhurimit është më të pa dikush drejtohesh. Oti Allah është të pa ty edhe mu. Ma'iyat Allah, istishar ma'iyatullahi wa nadhra ilay. Nëse ti e ki parandjenjën tonë, nëse kur të falesh, kur të lexosh Kur'an, Allahin e ki shumë afër, dhe Allahi është të pa ty, a ka mundësi ti me pas zemrën e smut? S'ka mundësi. Nuk ka sen që ta shnosh zemrën se me pas Allahin afër. E Allahi pran kujna qëndron afër, pran atin është ka e ban teslim Allahut zemrën. Na kemi shumë probleme. Prej problemeve e para i sharti imanit është besimi në Allah, atë çka e tham në fillim hadith. E fundit është besimi në kader të Zotit. Besimi në kader të Zotit. Po besimi në kader të Zotit, a nuk ta bën ty me shiu ndëgjon edhe kjo? Me shiu kënaqësinë e imanit? Se Allah i ka caktuar fukarallëkin, smundjen, vdekjen, të lashtë këtë. Mirë, ç'kjo është dorë. Dhe ka mundësi me hi parë këto, pasuri. Edhe pasuria ka venin, janë dorë, janë xhep. Nëse ti beson në caktim të Allahut, se Allah i ka caktuar çkaç, dhe ti e ke ngjit, është kaderi i Allahut. Nëse një vjedh s'ka ardhur dhe ta ka marrë ty pi dorës parën, a dush mu të shmenti? Apo është kaderi i Allahut të ka vjedh dikush, ose të ka bërë zullum dikush? Është kaderi i Allahut të ka vjedh dikush. Sa mërzitesh për atë çka të ka vjedh dikush? Shumë. Pse s'po mërzitesh dikush që ta vjedh ibadetin në zemrën tënde? O vllajë, zemra jote është depoja më e mirë. Me besu në kader të Allahut, e imani nuk e ka venin në dorë, e ka në zemër. Nëse e rujna imanin ndaj madhnisë Allahut dhe kënaqësinë ndaj Allahut dhe të pejgamberit dhe të Islamit në zemrën tonë, s'ka kush ta merr.
Mas jemi të kujdesshëm për mallin e dynjas që e ruajna shumë, që është kaderi i Allahut, edhe kur ta vjedh dush me besu se kaderi i Zotit ton, atëherë meselen e imanit në Allahun Azza wa Jall dhe besimin në kader të Allahut është në zemrën tonë, dush me pas në zemrën tonë me rujt. Dhe elementi i fundit është që muslimani ka sebepe të shumta, po s'po du me zgjat më shumë. Jena të luftu në këtë muaj të Ramazanit me shiu kënaqësinë e imanit. Ndaj Allahut, ndaj pejgamberit dhe ndaj Islamit. Të shtojmë leximin e Kuranit, është sebeb prej sebepeve që e dezinfekton zemrën. Nuk ka dezinfektues më të madh zemrës se Kurani. E dyta, dhikr dhe istighfar. Nuk ka sen që e pastron zemrën se dhikri dhe istighfari. E treta, khulwa, vetmimi. Nuk ka muj, edhe kjo e funit, nuk ka muj më të veçantë se njeriu me nejt veç. Hiki kallabullokit. Në gjysë të natës që ta është qu. Dyshek mos përdor. 10 natë që në fundit. Veçoje me Allahun nëse don që zemrën tonë Allahu ta pastron. Edhe ta shijosh kënaqësinë edhe këto fjalë që i tham, elus Allahun që unë dhe ju të jemi pi atynve, ta madhrojmë Allahun në këtë formë, edhe në 10 e fundit, kur dalim në ditën e fundit, kene me pa një ndryshim, një restart, se ne jemi më të lehtë prej gjunaheve. Ne jemi më dashur te Allahu. Ne shijojmë kënaqësinë e shumë adhurimeve më shumë. Dhe nëse arrim këtë, kemi arrit fitoren e madhe në dynjë dhe në ahiret. Elusmi Allahun e madh, që Allahu neve dhe juve na mundson me shiju kënaqësinë e imanit në këtë muaj të Ramazanit dhe më tutje. Elusim Allahun të na mbjell imanin dhe dashurinë ndaj tij në zemrën tonë, vazhdimisht të lidhemi me Allahun dhe me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, edhe të ndjekim rrugën e Islamit, e cila është sistemi më i shnonshëm i njerëzimit. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.